Në Komisionin për Nismat Qytetare është zhvilluar seanca dëgjimore me kontrollin e lartë të shtetit për projekt buxhetin e vitit 2026. Përfaqësuesit e KLSH-s në prezantimin e kërkesave thanë se duhen më shumë fonde për vitin 2026 për një godinë të re si dhe për shtimin e stafit. Kërkesa buxhetore e KLSH-s për vitin 2026 ka vlerën e 885 milion lekëve. Kërkesat buxhetore për periudhën 2026 në vlerën 885 milion lek janë orientuar në 3 zëra shpenzime: shpaga dhe sigurime në vlerën 676.1 milion lek, shpenzime për mallra dhe shërbime në vlerën 117.3 milion lek dhe shpenzime kapitale me financim të brendshëm në vlerën 91.6 milion lek. Një pjesë e kërkesave buxhetore është adresuar nga Ministria e Financave në fazën e projekt buxhetit të vitit 2026. Në zërin paga dhe sigurime shoqërore për vitin 2026, parashikimet bazohen në përmbushjen e nevojave për shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për stafin e KLSH-s, si dhe kontraktimin e ekspertëve bazuar në përcaktimin e ligjit organik të KLSH-s dhe strategjinë e zhvillimit të KLSH-s 2023-2027. Për vitin 2026, numri i punonjësve në organik kemi kërkuar të jetë 253 punonjës ose 10 punonjës më shumë se organika e miratuar për vitin 2025. Për vitin 2026, në zërin shpenzime për mallra dhe shërbime, kemi kërkuar një fond buxhetor në vlerë 117.3 milion lek, krahasuar me tavanet buxhetore të projekt ligjit për buxhetin e vitit 2026, kërkesa jonë është 46.4 milion lek më shumë. Në këtë zë janë parashikuar fonde buxhetore me qëllim për ballimin e shpenzimeve të shërbimit brenda dhe jashtë vendit për shkak të angazhimeve të audituesve larg qendrës së punës, të cilëve u lind e drejta të trajtohen financiarisht në referencë të përcaktimeve ligjore në fuqi, si dhe angazhimet e KLSH-s si një anëtare aktive e Intosajt dhe Rosajt në aktivitete të përbashkëta. Në zërin shpenzime kapitale të trupëzuara, kemi kërkuar një fond buxhetor në vlerë 91.6 milion lek, krahasuar me tavanet buxhetore të projekt ligjit për buxhetin e vitit 2026 në vlerën 31.6 milion lek, kërkesa jonë është 60 milion lek më shumë për vitin 2026. Dhe kjo kërkesë korespondon me kërkesën që KLSH ka bërë dhe në vitet e shkuara për ndërtimin e një godine në parkun e automjeteve të KLSH-s. Antarja e kontrollit të lartë të shtetit Ermira Hoxha është ndalur të rekomandimet e lëna nga kuvendi për institucionin. Ajo bëri me dije se janë marrë parasysh prioritetet institucionale të lidhura me paraqitjen e auditimeve. Në mënyrë të përmbledhur në rezolut jepen rekomandime që lidhen me kryerjen e auditimeve në fusha specifike siç janë koncesionet, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm apo marrëveshjet hidrokarbure, zhvillimin e auditimeve paralele me institucionet homologe, auditimin e institucioneve të pavarura, rritjen e ekspertizës audituese apo shtimin e kanaleve të komunikimit. Sa më sipër vlen të theksohet se natyra e rekomandimeve të rezolutës ka ndikim në punën e KLSH-s, konkretisht mbi planin vjetor të auditimeve, planin e trajnimeve dhe atë të zhvillimit profesional, marrëdhëniet dhe angazhimet institucionale me sajt e tjera homologe, si dhe në aktivitetet të tjera të domosdoshme për realizimin e këtyre rekomandimeve apo realizimin e aktivitetit auditues në përgjithësi. Sikurse dhe është raportuar, ka rekomandime të rezolutës janë të zbatuara plotësisht, siç dhe ka rekomandime të tjera për vetë tipologjinë e tyre, të cilët janë në proces zbatimi. Në këtë mënyrë, kërkesat e rezolutës janë marrë parasysh gjatë hartimit të kërkesave buxhetore për vitin 2026. Në shtesë të saj, krijimi i kushteve të sigurta të punës, ruajtjes së informacionit, mundësisë për përpunim të dhënave të subjekteve në auditim, në mënyrë më eficiente dhe në funksion të gjetjeve të auditimit, kërkojmë investime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe atë të sigurisë kibernetike. Deputeti i Partisë Demokratike Ivi Kaso tha se është detyrimi i kuvendit të jap suportin maksimal ndaj KLSH-s. Ka një rol të pazvendësueshëm dhe besoj që dhe me performancën e viteve të fundit e ka justifikuar atë pritshmëri që ka le të themi institucionet, Kuvendi i Shqipërisë në radhë të parë në raport me detyrimet që ky institucion ka për të qenë ai vigjilenti i shpenzimeve buxhetore. Ka qenë ky institucion që ka ngritur zërin në kohëra kur askush se mendonte të fliste për skandalet më të mëdha korruptive që kanë ndodhur në këtë vend. Tashmë të certifikuara jo vetëm nga auditimet KLSH-s, por edhe nga vendimarrja gjyqësore, dhe besoj që
është detyrimi jonë si institucion, si Kuvend e Shqipërisë, të japim suportin maksimal këtij institucioni për ta bërë atë më pas, siç e parashikon dhe edhe fokusi i veprimtarisë tonë, llogaridhënës në raport me ato detyrime që Kuvendi i ka përcaktuar në rezolut. Kaso tha se suporti ndaj KLSH-s duhet të jetë në ngritjen e sistemeve digjitale, shtimin e burimeve njerëzore si dhe në organizimin e aktiviteteve.